se do pres natyrisht përgjigje të tjera. Por vim të graviteti i veprës. Dhe dua t'ju jap prap pak shifra që janë këto janë të vërteta, këto nuk janë, mund të ketë një pasaktësi, po janë të vërteta, nuk janë gjysmë të vërteta. Për t'ju treguar juve, atyre që janë të interesuar, se sa e gënjeshtërt, se sa e shëmtuar, se sa e lik është gjithë kjo tymnaj, si pas cilës Shqipëria ka arritur kulmin e korrupsionit. Dhe për referohem tani rasteve të institucioneve që merren me korrupsion. Korrupsioni në radhë parë është një vepër më vete. Okay? Pra, është e definuar. Jo çdo kush që hetohet dhe akuzohet nga prokuroria speciale ka bërë korrupsion. Ka dhe vepra të tjera. Shpërdorimi i detyrës për shembull është një vepër të cilës ju kthye dhe vetë Bashkimi Evropian së fundmi. Sepse është një term ku futen thesi madh i thon këta këtu. Futen njerëzit kollaj fare. Me kollajllëkun më të madh, sidomos kur jeton në një periudhë kur të gjitha llojet e tenxhereve hidhen përpjet me gjithë kapak për burg, shpërdorimi i detyrës është me kollajllëkun më të madh. Dhe Bashkimi Evropian ju kthye tani me kërkesë të Gjermanisë. Jo vetëm të Italisë, sepse Italia kërkonte prej kohësh. Dhe ka dalë një direktive re për ta ripar këtë nocion. Për ta specifikuar këtë nocion. Pse? Sepse kushtetuta thot janë 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri. Pra, drejtësia është e pavarur nga ekzekutivi, po dhe ekzekutivi është i pavarur nga drejtësia. Dhe cila është pavarësia ime? Cila është pavarësia e një kryeministri, apo e një ministri, apo e një funksionarit lartë? Është pavarësia për të marrë vendime. Tek marrja e vendimeve nuk vjen dot një prokuror të thotë pse ti e vendose kështu. Dhe nuk e vendose ashtu. Kjo është një katastrofë. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Nëse vendimi është një vendim i cili ka një prapavi të qëllimshme, jo pa dashje, të qëllimshme, për të përfituar në mënyrë të palishme apo për të sjellë një dëm në mënyrë të vetëdijshme, këtu unë nuk jam i pavarur. Këtu është pavarësia e drejtësisë që vjen tek unë. Këtu ndahen këtu. Tani, ky është nga fillimi i këtij kapitulli të drejtësisë speciale. Janë 37 raste. E dini ju sa raste nga këto 37 që përfshin natyrisht funksionarët niveleve ndryshme. E dini ju sa raste nga këto 37 i përkasin viteve të mandatit parë e të mandatit dytë të kësaj qeverie, të kësaj magjorance. Janë rreth 80%. Në ndërkohë që vetëm një pjesë e vogël e tyre janë raste që lidhen me periudhën e mëpastajme. Tani, në rastet
për cilat po flasim. Kemi nga të gjitha. Kemi për shembull dënim për prerje pylli të një kryetari bashkie. Ai sot e ka mbaruar dënimin dhe unë mund të flas për të. Është një dënim skandalos. Kryetari i bashkisë të Fusharzit ka hapur një rrugë për komunitetin ku janë prerë disa pemë. Nuk e di numrin e tyre. Ka bërë burg për prerje pemësh. Jo se të presësh pemë nuk është krim, por pa ju lodhur me detaje, rasti është turp. Ka dhe raste të tjera që nuk kanë lidhje me korrupsion fare as gjikundi dhe që hynë te këto raste. Dhe nuk po duhet i komentoj. Ka dhe raste të tjera që lidhen me pabarazin tender. Pabarazia në tender është një vepër tjetër. Nuk është korrupsion. Është tjetër. Është vepër pa tjetër që parashikohet si një vepër penale, nuk diskutohet. Por e përmbledhur, çfarë duhet të them? Duhet të them këtë, që a është e mundur që ky vendi më i korruptuar në botë, dhe ky vendi ku korrupsioni sipas tenxhereve ka arritur kulmin, sepse ushqehet kjo tezë nga mëngjesi deri në darkë, me të gjitha të gjysmë vërtetë dhe mundshme. Çfarë do të thotë mesazhe? Mund të ma thoni çfarë do të thotë mesazhe? Që kur mesazhet janë prova. Që kur mesazhet janë prova. Dhe që kur mesazhet janë ushqim për mediat. Dhe që kur bi bazë mesazhesh bëhen gjyqe, si në kohën e gjuetive të shtrigave që ngrihej tura druve, se ky i tha atij ashtu dhe ai i tha atij tjetrit ashtu. Që kur? Patjetër që mesazhet dhe çdo gjë tjetër që lidhet me kush tha çfarë tha janë pjesë e një procesi, nuk diskutohet, nuk përjashtoj unë këtë. Por parafytyroni vetëm kaq. Çfarë ndodh? Dhe sa përgjegjësi ka secili nga pjesëmarrësit në këto gjyqe dhe shtrigave kur dikush dali i pafajshëm. Po çaj duhet më pafajësia atij njeriu kur i është shkatruar totalisht jeta dhe familja. Për çfarë? Kush ja kthen atij njeriu mbrapsh jetën? Prandaj drejtësia demokratike ka vendosur kufi. Prandaj në drejtësinë demokratike nuk lejohen shumë nga ato gjëra që ndodhin këtu. Dhe unë nuk fajsoj mediat për këtë. Por ata që ju ushqejnë me këtë helm. Si mundet që ky vend të jetë ky dhe në të njëjtën kohë Sigma, e cila bën analiza faktuale, nuk merret me mesazhe. Se në Shqipëri bëhen mira prokurime. Mira. Në Shqipëri bëhen mira ndërveprime, miliona ndërveprime. Në fund të ditës,
37 raste për 12 vjetë ndërveprime. Ku thash hyn lloj rastesh, janë një numër i arsyeshëm, krejt i arsyeshëm për të goditur fenomenet. Ndërkohë që deri tani kemi një numër të dënuarish shumë të ulët në raport me rastet. Kemi procese shumë të zvarritura dhe kemi në ndërkohë edhe Strasburgun që ka evidentuar gjëra shumë të rënda kur dikush ka vajtur atje mbasi ka kaluar këtë kalvar. Kështu që jo çdo gjë që mendohet edhe nga dëshira e mirë për të luftuar me këto fenomene, për luftuar korrupsionin, shkon në atë drejtim. Përkundrazi. Kjo është e vërteta. S'ka të vërteta tjera. Është e vërteta e drejtësisë demokratike. Nuk mundet dot të bëhet Shqipëria si në kohën e pleniumit të katërt. Kap edhe përplas njerëz nga i murët e tjetri, çorëdit dynjan me llafe, jo se thuhet shu, thuhet ashtu, do dali ky, do dali. Çfarë do të thonë? Kryeministër, për shkak se SPAK-u është duke hetuar zyrtar të lartë në